Duke pasur parasysh parashikimin e pjesëmarrjes së lartë, shfrytëzova mundësinë e votimit të parakohshëm, por që të shtunën, 3 ditë para ditës së zgjedhjeve, më duhej të prisja në një radhë të gjatë në qendrën e votimit. Para se të shkoja atje, po kaloja pranë grupeve të vullnetarëve të fushatës së tij në rrugë, të rinj, shumë etnik, entuziastë dhe të qeshur. Ky 34 vjeçar me origjinë indiano-ugandeze ka shkaktuar një efekt brezash. Të rinjt në Amerikë janë një elektorat i lëvizshëm dhe i paparashikueshëm. Ata shpesh kanë munguar. Në vitin 2024, ata janë zhvendosur drejt Donald Trump. Tubimet e Mandanit nuk lën asnjë dyshim. Këto janë zgjedhjet e tyre. Të rinjt dhe të rejat janë ushtria marshuese që premton këtë ngjarje historike, zgjedhjen e kryetarit të parë musliman. Në qytetin e martirizuar të 11 shtatorit, kur 3000 të pafajshëm vdiqën në sulmin e Al-Qaedës, në metropolin më të madhe hebreja shtetit të Izraelit. Kryetarët e Bashkisë Muslimane ekzistojnë tashmë në disa qytete perëndimore, Londër dhe Rotterdam, në Shtetet e Bashkuara, disa komuna në Michigan, por New Yorku është i veçantë. Nëse sondazhet konfirmohen, ndikimi global do të jetë unik. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut do të bëj politikani i parë që do të ngrihet nga gjenerata e Gazës në një pozicion të kësaj rëndësie dhe dukshmërie. Një anekdotë ilustron këtë rezonancë globale. Disa ditë më parë, takova Sheikh Al-Thanin, kryeministrin e Katarit, në Manhattan në një debat mbi lindjen e mesme. Si ndërmjetësi kryesor midis Izraelit dhe Hamasit, edhe ai duhet i përgjigjej pyetjes çfarë ndikimi do të ketë zgjedhja e Mandanit në botën arabe. Përtej origjinës, fesë dhe qëndrimit të tij pro-palestinez, Mandani ka një agjendë socialiste në zemër të kapitalizmit global, në selinë e Wall Street. Kjo është një arsye tjetër pse të rinë ndihen sikur janë në qendër të një revolucioni. Do të kthehemi në vitin 2008, krizën e hipotekave me probleme dhe zgjedhjet e para të Barack Obamës, për gjetur një atmosferë kaq të emocionuar. Sot kriza e madhe në vend të hipotekave është presidenca Trump. Baza e Mandanit është e bindur se fitoria e tij do të ofrojë përgjigjen më të fortë të mundshme ndaj trumpizmit. Kur ta dimë rezultatin, nëse parashikimi konfirmohet, do të jetë koha për të shërtuar fizibilitetin e programit të tij radikal, një ngrirje të qerave dhe dëbimeve para shkollat, shkolla dhe kujdes për fëmijë falas, transport publik falas dhe supermarkete të drejtuara nga bashkia për të luftuar koston e lartë të jetesës. Votuesit italianë që mund t'i marrin këto premtime lehtë, duhet kujtojnë se një kryetar bashkie në federalizimin amerikan ka fuqi të gjera. Ai është shefi policisë, menaxhon shkollat dhe ka autonomi të gjerë fiskale. Programi i Mandanit nuk është një manifest i thjesht ideologjik. Socializmi në New York ka potencialin të bëhet realitet. Shumë të rinj e shohin mundësinë konkrete që ky metropol të bëhet laboratori i tyre, vendi ku merr formë një Amerikë tjetër. Një debat kombëtar është tashmë duke u zhvilluar nëse linja Mandani është e ardhmja e të gjithë Partisë Demokratike. Një mik i imi, Carlo Invernici, gjithashtu me shtetësi të dyfisht, analizon suksesin e Mandanit me një qasje shkencore, ndërsa jep mësim shkenca politike në Universitetin e Kolumbias dhe Kolegjin e Qytetit. Ai vëren se fushata e tij ka qenë jashtëzakonisht e disiplinuar në mesazhet e saj, duke përqendruar në temën dominuese, kostoja e lartë e jetesës dhe në veçanti vështirësia e aksesit në strehim. Por ai tashmë i ndjen shqetësimet e para midis popullatës së tij studentore, shkruan Corriere della Sera. Ndërsa fitoria afrohet, Mandani ka filluar të takohet me të gjitha figurat e fuqishme të qytetit, veçanërisht bankierët, të cilët premtojnë të ndihmojnë atë. Më të zgjuarit midis tyre shohin të njëjtin rrezik si Obama, i cili filloi si revolucionar, pastaj u bë shumë i moderuar dhe i prirur në kompromis. Por këto do të jenë pasojat, ndërkohë New Yorku po shijon pritje në ankth dhe vëmendje në mbar botën.